të bëjmë me familjen time. Ka pas tendencë një agjencie e lajmeve të Nanjëllos, neve të Nanjëllos, emri e kompanisë tonë, ka qenë me tendenca rasti është përpara një viti fiks në qershor të vitit 2024, kemi pas një import të rregullt nga Rumania, i cili ka qenë lëndë parë, e inspektuar nga Agjencia Veterinare e Ushqimit në kufi, e konstatuar pas analizave se ka analiza mikrobiologjike jo të standardizuara, nuk i përshtatet kushteve për konsum dhe agjencia i ka dy mundësi me bazë të ligjit të zgjësohet, shkatërrohet këtu në Kosovë ose të kthehet në vendin e origjinës. Në bashkëpunim me palën që na ka shqip, do të thonë furnitorin, ata kanë protektuar prapë dhe të gjithë sasinë ashtu siç e kemi importuar e kemi kthyer prapë me një procedurë shumë të rregullt ligjore, pa thyje asnjë rregull ligj apo diçka tjetër. Dhe kur gjë nuk ka pas për brengosje në atë rast. Po mendoj se duhet AKI-ja dhe autoritetet tona të sigurisë të marrën këtë çështje të shohin se prej ka vjet ajo nxitja e këtij portali për të publikuar postime të cilat e njollosin kompaninë, e njollosin emrin tim, njerit edhe njollosin prodhuesin vendor. Këto kanë për qëllim që të mos ketë konfidencë në prodhime vendore dhe të mos pëlqejnë prodhimet vendore se duke menduar se, duke pretenduar se një kompani serioze siç është Meka bën të themi në gjumën popullore dallavere, atë tjerit për jashtë. Kretë këto janë domethënë pretendime për ta shkatëruar prodhimin vendor, për ta penguar zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës dhe për të pas edhe më shumë ne të shpërnguar nga këto. Prandaj duhet organet tona të sigurisë të marrin në këtë çështje. Unë nuk kam dyshim, nuk e di pse ka ardhur, pse kanë vepruar kësaj. E di që unë kam qenë korrekt, transparent për çdo kërkesë ta shekaj. Po, kanë ndeshur ashtu të gjymt edhe me plot propavi propagandistike të publikojnë atë lajmin dhe ta bëjnë mediatik ashtu që të konte neve. Po falë Zotit e kam pas se një shumicë të madhe qytetarëve të Republikës Kosovës kanë dalë në mbrojtje edhe kanë qenë të sigurt se aty do të ketë ndonjë pretendim, ndonjë dilem për njollosin prodhimet vendore. Sa është në dorën tuaj kontrollimi i cilësisë së mishit që po importohet në Kosovë? Ka një rregullore Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës. Në Kosovë mund të importohet mish i cili mund të importohet në Evropë. Kjo është rregull, domethënë. Edhe ai mish duhet të ketë standardet evropiane për të importuar në Kosovë. Prapse pëlqime mund të ketë, mund të ndodhe, ka ndodhur në gjithë botën, mund të ketë. Nuk ka të vetëm në prodhimet të mishit dhe në lëndë parë të mishit, ka pëlqime edhe në penë, perime, në gjërat të tjera ushqimore, konditorske të tjera, të cilat mund të rezultojnë me analiza mikrobakteriologjike të papërshtatshme për konsum njerëzor. Edhe ato të kalohen bazë të rregullave që i cekam të paru sa gjësorën se këtë janë vendin e origjinës. Ne kemi Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës e cila i kontrollon cilësinë e mallit në dogan. Shumë njerëz do ka kjo thjesht e mendojnë se mund të bëhet shime mirë, po inspektorët janë inspektorë shumë të përvojshëm në dogan, edhe ata kur ka një mall që nuk është i mirë, nuk hasin në bazë të aromës, në bazë pamjes, dukjes, produkteve dhe shumë të raste janë shumë të sigurt kur malli është i mirë ose është i keq. Mund të ketë lëvizje të vogla, por ata i marrin në analizë dhe ata bëjnë kontroll dhe mallit. Nga ana tjetër, ne kur e marrim mallin prej importit, kur e prodhojmë, ne bëjmë analizat e produkteve tona para se të shkojmë në treg. I kemi dy mënyra të bërjes analizave. Njëra mënyrë është kontrata jonë me Institutin e Mbrojtjes së Shëndetit Publik në Prishtinë, që kemi për kohë të gjatë. Ata vinë në mënyrë të pavarur i marrin produktet në analiza dhe kemi laboratorin tonë që i bëjmë analiza për meditore të gjitha produkteve para se t'i plasojmë në treg. Kështu që ka siguri jashtëzakonisht të madhe në zinxhir, jashtëzakonisht të madh të sigurimit të produkteve që ne i plasojmë në treg. Ne i zbatojmë tërësisht standardet e ASAP-it dhe ISO standardet 2018-2022, të cilat nuk e lejojnë në asnjë mënyrë të negligjatorë. Për çdo produkt, për çdo gjë, bëhen shënime, evidenca,